lloj më i mirë i bamirësisë, ka thënë Muhamedi alayhi salam, është kur fëmijët i mbajnë lidhjet e mira me shokët e babës tyne. Në qoftë se don me ba mirë diçka, atëre shokën e babës respektohe shumë. Në qoftë se ki gjallë hala, respektohe, vizitohe, nderohe, ndihmoj sa të ki mundësi. Djali Omerit radiallahu anhu e ka taku njerë një beduin, një katunaj na, edhe ka hjek shallën e tine edhe ja ka dhanë si respekt. E kanë pyet njerëzë me këtë beduin kështu, kjo sjellje ka që e veçantë. Ka thonë, kë u kanë shok i babës tem, i Omerit radiallahu anhu, por ata dhe përbaj këtë sjellje të veçantë me ta. Do më thanë, ku të njofsh njerëz që janë kanë shok të babës tanë, po pse jo, edhe në qofë si janë nanës tane, shoqe të cilat ma e kanë kalu moshën, edhe në plak, edhe i viziton me forma islame, edhe i ndihmon sa ki mundësi, ke boherë shumë marë. Mos e harroni këtë derë të bamirësisë o musliman, është e veçantë edhe gëzimi veçantë për ta, në qofë se i vizitojnë fëmijët e shokëve tyne. Është tradita e Rasulit tonë alayhi salam. Allahu azza wa jalla na ndihmoft me kanë mirësjellshëm me shokët e baballarëve dhe nanave tona.